Përshëndetje miq, si ditë shtune muhabeti pazari. Ta fillojmë me qershiat. Qershiat ka marrë 2 kg, 5,50 € kilja. Mi solli një vajzë dhe mi gjithmonë ja vlen, i kishte mbledhur dje dhe çmimi i arsyeshëm. Këtu ka marrë borzilok 2 vazo të vogla, 1 euro si cila, i kam blerë këtë 2 të moshuar, ato kanë lule, kanë erza, më pëlqen shumë të bleke ato. Këtu ka marrë domate me 1,50 € kilja, nuk të linte zonja të zgjidhja dhe i tash një të gjitha jeshile. Këto piqen dhe bën shumë të mira, pra i se mora ja blejnë. Këtu kemi kastravecat me 1,80 € kilja, patrogjanët e specat me të njëjtin çmim, ja blejnë. Spinaqi 1,80 € kilja. Këtu kemi limonat, i mora me 3 euro kilen, vinë nga Sicilia, shumë të mirë dhe limonat, i marrë gjithmonë ditë shtune. Këtu kemi pjepër me 3,50 € kilja, pjeshkët me të njëjtën çmim, kajsijat me të njëjtën çmim. Domatet i mora me 2,50 € kilen. Këtu ullin, si që dini, Napoli 10 euro kilen, ullin grek 10 euro kilen, këto i kemi përqef prismat, i kemi ngrenë këtu, po i tregoj, këto i marrim gjithmonë ditë shtune. Për ju që më pyesin, gjithë ky pazar e kam për gjithë javën, zakonisht dale edhe të mërkurën ku mungon ai gjë, kështu që nuk është shumë. Ju përshëndes, ciao ciao.